Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim, nëpërmjet titujve në faqet e para të disa prej gazetave dhe portaleve online, dhe më pas me zërin e qytetarëve kemi mundësinë të sjellim këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme nga realitetet tona të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt Shpronësimet, qytetarët që përfitojnë nga fondi 107 milion lek, lista. Agjencia Shtetërore për Shpronësimet miraton një listë me qytetarë të cilët preken nga projekte me interes publik. Bëhet fjalë për qytetarët që preken nga realizimi i projektit rikonstruksioni bllokut kufizuar nga rrugët Ali Baushi, Arben Minga, Kongresi Manastirit, Ibrahim Brahja, Xhanfizek Keko në Bashkinë e Tiranës dhe nga projekti përforcimi i pallatit 1300 në Bashkinë e Vlorës. Gazeta Panorama publikon emrat e përfituesve nga fondi mbi 107 milion lekëve. Rinumërohen 80 kutitë e para në Tiranë, si lëvizin shifrat për Partinë Socialiste, opozitën dhe mundësinë. Ndryshim rezultati në kryeqytet, lëvizje të vogla të votave të 11 majit. Opozita ankohet në Strasburg për 11 majin dhe 2 manin. Komisioni Europian e quan strukturën e posaçme antikorrupsion institucionin më të besueshëm në vend. Mesazhi. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike debaten në Komitetin Parlamentar të Stabilizimit Asociimit. Balla, zgjedhjet konkurruese. Reagojnë demokratët Tabaku dhe Bardhi. Konflikti. Izraeli sulmon Teheranin. Paralajmërimi i Iranit për hakmarrje. Eurostat. Çmimet në Shqipëri të shtrenjta. Po afrohen atyre në Bashkimin Evropian. Një opinion nga Leonard Demi mban titullin Në Hag për nesër. Nga Besim Drejgjoni, Spaçi, piskama që na thret të mbrojmë lirin. Nga Edmond Budina, festivali i vogël, nismë e madhe. Nga Uvil Zajmi botohet dosja manuali informativ në komunizëm. Flokët vetëm të qethura, ndalohen minifundet dhe pantallonat ekstravagante. Vendimi i qeverisë më 1970. Shkrimtari Cervantes, kalorësi i fjalës që sfidoi botën me një penë të thyer. Janë shkrimet që vinë titujt e tyre në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, ish prokurori Karanja, Ina Rama nuk bëri detyrën dhe shkatroi 21 janarin. Ndërkohë sot që flasim, vetë Ina Rama ka në pronësi një kat pallatit e rrugës Kosovarëve në zonën e liçenit dhe as nuk është nështruar vettingut të pronave të saj. Në vetting, unë kam kërkuar përjashtimin e Ina Ramës dhe i kam thënë se jemi në konflikt për çështjen e rrugës Durrës-Kukës dhe 21 janarin. Zyrtarët e lartë duhet të hetoheshin prej saj për këtë çështje, por edhe pse kanë kaluar dekada akoma nuk është pyetur ministri i Brendshëm. Pse nuk është pyetur? Është shmangur qëllimisht pasi ai vetë ka emëruar Ina Ramën në vetting që e bëri gjyqtare. Ish prokurori Ervin Karanja deklaron se gjykata e lartë ka thënë pas 15 vitesh se kompetente për të hetuar ngjarjen e 21 janarit ka qenë prokuroria e përgjithshme Ina Rama. Ai tha se Ina Rama nuk ka bërë atëherë detyrën duke shkatruar 21 janarin, por sot është promovuar tek organi qendror i vettingut për të hequr profesionistët. Nënvizohet në faqen e parë të gazetës Telegraf. Një opinion nga Ben Blushi mban titullin Parajsa artificiale e Iranit. Nga Bashkim Koçi, kujtim në Nushi, njeriu ku gjeti rehatin kurore e punës. Në faqen e parë të gazetës Telegraf vijojnë titujt e tjerë Samiti, tranzicioni energjetik, Ministria Belinda Balluku, diskutime për projekte strategjike dhe bashkëpunimi rajonal për linjën nënujore dhe gazi. Rinumërimi i kutive, 11 maj do zgjas deri në korrik. Debati për raportin e OSBE Odirit, kandidatët dhe si u vodhën votat mes partive. Mbetjet e rrezikshme. Prokuroria merr në pyetje Sokola i SHPK. Çfarë fshihet pasi kompania që më parë përpunonte qumësh dhe bagëti. A mund të jetohet me 60 cent në ditë? Jeton Muçollari. Pensioni social duhet barazohet me minimumin jetik. Një antar përfiton nga ndihma ekonomike 1800 lekë në muaj dhe 60 cent në ditë, kur edhe vendet afrikane kufirin e varfërisë kanë $2 në ditë. Profesor Arben Malej, biznesi i vogël nuk është lopa që mbush buxhetin. Kulturë dhe histori, Eduard Skufi, historia e rrallë e Spitalit të Vlorës që nga viti 1915 dhe inaugurimet nga ikonat e mjekësisë. Kastriot Bezati, Sami Frashëri, emblema e diturisë së Shqipërisë.
Mjeku në familje jep 16 këshillat për të mos kaluar para infarkt, gjatështinës së nxehtë dhe frutat që kurojnë tumorin, anemin dhe menopauzën. Sëmundjet e verës, kujdes plazhin, vapën dhe insektet, janë masat parandaluese. Mozaik dhe aktualitet veçon titujt narkoeurot dhe shpopullimi fundosin bizneset, nis mbyllja e kompanive. Kush jep shtëpinë me qera ditore do paguaj taksa bazuar në xhiro. Vasilika Beja, flutura e ujit që notoi si një përbindës në stilin e lirë, 15 herë kampione. Flet Sadik Mema dhe Ilirian Kreshpa, janë tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita çelet me titullin Një tuf broshkullash mbi mediat. Detaje dhe analizë. Lodra që Rama ja ka dhënë në dorë Saliut për të zbavitur si me tespije dhe ata që bëjnë sikur qajnë për Berishën në mëngjes dhe marrin zarfa nga ministrat në darkë. Problemet reale të medias në Shqipëri që askush nuk i përmend. Si janë arrestuar realisht televizionet e mëdha dhe pse është absurde teza e përdorimit nga qeveria në fushat. Pas dështimeve në Ukrainë dhe në linjën e mesme, Trump mund t'i kthehet Kosovës. Intervistë. Çfarë do të thotë deklarata e fundit e presidentit amerikan për Kosovën dhe Serbinë? A do ta përdori kartën ballkanike për të rikthyer në opinion imazhin e cënuar si negociator i shkëlqyer? Në faqen e parë të gazetës Dita vijojnë titujt e tjerë, një konflikt me shumë të panjohura. A mund të çaktivizojë programi bërthamor të Iranit një sulm ndaj impjantit sekret nën toksor Fordov? Impjanti është ndërtuar thellë brenda një mali në një kompleks tunelesh, prodhon uranium të pasuruar në nivel për 60%. Çfarë është bunker buster dhe a do të funksiononte kundër Fordovit? Sociologji, Fatos Tarifa, një histori që nuk është thjesht një legjendë aventurash seksuale, një mit dhe një simbol që na grish në një eksplorim të vazhdueshëm të kushteve tona humane. Intervistë me presidenti bulgar Radev nga gazetari Selim Hoxhaj, banaliteti së keqes në debatet online, lufta e re. Alarmi, Shqipëria në 11 vendet më të plakurat e Europës, u moshuam 4 herë më shumë se Bashkimi Evropian. Si ndryshoi Shqipëria që dikur renditej si vendi me popullsinë më të re në Europë. Reportazh rrëfim, pse e dua Tiranën kështu siç është. Rubrika e shëndetit, përpara se të merrni ilaçet me recetë. Mjekët, si dhe pse po preken nga sëmundjet e zemrës moshat e reja nga 22 në 45 vjeç. Me 22.000 humbje jete në një vit kanë si shkak kryesor sëmundjet e zemrës, të cilat rezultojnë se po prekin shumë edhe grup moshat e reja, janë titujt në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Epoka e Re, Kupçan, pas dështimeve globale, Trumpi mund të kthehet Kosovës dhe Serbisë. Charles Kupçan, nga Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thotë se deklarata e fundit e presidentit amerikan Donald Trump për Kosovën dhe Serbinë duhet parë në kontekstin e një lideri që po përpiqet ta rikthejë vëmendjen e opinionit publik mbi rolin e tij si negociator i shkëlqyer. Kupçan, ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, në intervistën në Radio Evropa e Lirë, thotë se kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, mund ta ketë tepruar me përdorimin e kartës nacionaliste. Ai i sugjeron një qasje më pragmatike, që siç thotë do ta ndihmonte Kosovën të avanconte interesat e saj. Nga profesor Dr. Fezullah Berisha botohet shkrimi Pushteti personal si sfidë ndaj rendit kushtetues, rasti i krizës së konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Bislimi intervistohet 1 orë e gjysmë nga Prokuroria Speciale, sulmon mediat. Mbi 37.000 banor rezident e lëshuan Kosovën në vitin 2024. Aktuale, Khamenei nuk e pranon thirrjen për të dorëzuar, paralajmëron dëme të pariparueshme nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfshihen. Universiteti i Prishtinës nderon me titullin doktor honoris causa profesorin japonez Hisashi Ovada. Presidenti Osmani, Kosova e vendosur për hapjen e kapitujve të ri të bashkëpunimit me Hungarinë. Ekonomi, 4 shpellat unike të Kosovës në pulla postare. Ofrohet qasje e lehtë në kredi bujqësore përmes digitalizimit dhe eliminimit të barierave. Sport, Ademi, bisede frikshme me Fodën për të ardhmen e Kosovës,
janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Epoka e Re. Kalojmë tani tek Gazeta Express, është portali që del në Prishtinë. Në faqen e parë të këtij portali vinë shkrimet plane për 2 ura të reja mbi lumin Ibër. A është ky reagimi Kurtit pasi ndërkombëtarët ja bllokuan hapjen e urës kryesore? Grenell apo një emisar tjetër do t'i përvjel mëngët? Profesori amerikan flet se si do duke rikthimi i Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dialogun Kosovë-Serbi. Bislimi del nga intervestimi në prokurorinë speciale për rastin me Faton Pecin, mbrohet në heshtje para gazetarëve. Trump diskuton me këshilltarët mundësinë e një sulmi ndaj Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt përfshirjes në luftën e Izraelit. Trump dhe Khamenei shkëmbejnë mesazhe të ashpra mes tensioneve mes Izraelit dhe Iranit. BBC, ushtria izraelite godet strukturën kyçe iraniane, aty ku prodhohen raketat dhe një akademi të trupave të gardës revolucionare. Depresive, frustruese. Rode dhe Guerrero kërkojnë që partitë të bëjnë kompromis. Në Gjermani për 3 orë zgjidhen problemin. Përplasje të ashpra në emisionin Pressing. Zan, mos I jep zor kush jetimën tregu çka di, jepe opinionin dhe mshele. Shpallja e pavarësisë nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Ish kryetari i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë japonezi Hisashi Ovada në Kosovë. Nuk ka qenë me rëndësi kandidati vetëvendosjes. Në Prishtinë kemi 2 fishim të votës. Alban Zoga I Lidhjes Demokratike të Kosovës flet për zgjedhjet lokale. Ambasadori Aziv, ambasada e Kosovës në Jeruzalem është mbrojtur, nuk shoh kërcënim ndaj saj. Shqipëri, 256.000 makina me taksa të papaguara, janë shkrimet që vinë në Gazetën Express. Gazeta Kosova sot, administrata Biden nga premtimet për mbështetjen e Kosovës në dialog me Serbinë, kaloi në dëmtimin e perspektivës afatgjatë të paqes. Kështu shkruan analisti Gani Qari. 33 tentime për ta konstituar Kuvendin e Kosovës kanë përfunduar me dështim, shkruan analisti Isuf Bajraktari. Ish ambasadori I Izraelit Irani mund të sulmojë pari Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Erdogan godet ashpër Netanyahu për sulmin ndaj Iranit, e ka tejkaluar Hitlerin. Osmani, Kosova është e vendosur që të çelë kapituj të ri me Hungarinë. Zbardhet dosja e prokurorisë ndaj policit Kosovës për keq trajtim të një personi. A e dini pse emigrantët po largohen përsëri nga Gjermania? Kjo është GBU 57, bomba gjigande amerikane që kërcënon Iranin, por a do ta përdor Trump? Janë në titull në portalin Kosova sot. ABC News Albania sjell shkrimet ku ka humbur doktori, Sula, ato që janë në Partinë Demokratike s'marrin dot frym pa të. Lami I lejon vetes pak pushim pas humbjes madhështore. Zgjedhjet lokale vinë shpejt, njerëzit nuk janë budallënj. Lami, me këtë strategji, Partia Demokratike po e mbyll qepenin. Kthupi, Berisha mori atë që donte nga zgjedhjet, kërkonte të dilte lideri I opozitës. Farsa elektorale e Partisë Demokratike, Lami, pa dashur po e legjitimojnë procesin e 11 majit. Sula, çfarë po kërkon Partia Demokratike dhe Sali Berisha? Rinumërimi votave sjell shtyrjen e certifikimit të zgjedhjeve. Juristi, grupi I ri parlamentar I Partisë Demokratike me besnikët e doktorit. Asgjë e re nga rinumërimi. Sula, Partia Demokratike kërkon të bëjë pis procesin, largimi I vëmendjes për dorëheqjen e Berishës. BBC, vendodhja sekrete bërthamore E Iranit, vetëm një bombë amerikane mund të shkatërrojë. Izraeli bën bilancin e sulmeve, mbi 1100 objektiva të goditura në Iran që nga e premtja. Kërkesa e Unionit për rritje të pagave, avokati, gjyqësori të arrijë nivelin e duhur. Bezos martohet, Venecia tërbohet, aktivistët kundër dasmës luksoze të miliarderit. Pekini, konflikti Izrael-Iran po del jashtë kontrollit. Modernizimi I forcave të armatosura, ministri Vengu, industria ushtarake vendase duhet të pajiset me sisteme me përdorim të dyfisht. Plagosi turistin gjerman në Gjipe, gjykata cakton masën e sigurisë detyrim paraqitje. Balluku publikon raportin e World Economic Forum, Shqipëria e para për qëndrueshmërinë energjetike.
Samiti për tranzicion energjetik, Balluku në Athinë, siguria energjetike me rëndësi për Ballkanin. Nuk ripërsëritën zgjedhjet edhe në Korçë. Kolegji rrëzon kërkesën e Partisë Demokratike për rinumërim. Siguria në plazhe, kontroll mjeteve ujore. Kumbaro, asnjë tolerim për mjetet e paligjshme, janë titujt në portalin ABC News Albania. Alfapres.al, a mendoni se janë vërtet i rrezikshëm? Erion Velia e vijon me mesazhe të koduara në TikTok nga burgu, po mbaj shënim. Bushati, Partia Demokratike të mos marrë pjesë në zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, i ka të humbura. Ku ka humbur doktori? Sula, ato që janë në Partia Demokratike nuk marrin dot frym pa të. Parad me armë që si keni parë kur. Vučić sfidon NATO-n. Nëse mendoni se jemi pre e let, e keni gabim. Debati Partisë Socialiste Partia Demokratike zhvendoset në Strasburg. Bardhi, nuk u parandaluan krimet elektorale. Balla, qytetarët tanë bën një zgjedhje të qartë. Rinumërimi votave në Tiranë. Partia Socialiste i hiqen 38 vota. Partia Demokratike humb 11 flet. Rritet koalicioni Euroatlantik dhe mundësia e agron shehajt. Doli deputet nga lista e sigurt e Partisë Demokratike. Tedi Blushi premton, zëri Metës do të kombojë më fort se kur në parlamentin e ri. Gërdeci në gjykatën kundër krimit organizuar. Mediu flet për letrën e 6 kongresmenëve. Prokurori po del nga objekti i gjykimit. Kolegji zgjedhor rrëzon Partinë Demokratike edhe për qarkun e Korçës. Nuk ka përsëritje të zgjedhjeve. Vijon rinumërimi për Tiranën, si lëvizën shifrat për partitë në 13 kuti votimi, janë shkrime që vinë në portalin alfapres.al. Faktor.al, trafiku i votave në kuti i shpjeguar. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste sherr për zgjedhjet në Strasburg. Bashkimi Evropian u fut ankthin. Jemi krahas pakut, mos guxoni ta prekni. Rinumërohen 57 kuti në Tiranë, zbulohen manipulime të mëdha të votave. Zhduknin dosjet e legalizimeve. 5 zyrtarë të Aluiznit të pandehur, kërkohet dënim me burg. Analisti Lita, cateringu i peshkut i burgjeve shërbente për komisionerët në qarkun Elbasan. Pas frikës së qytetarëve, spërkatje kundër gjarprinjve në liçenin e Tiranës. Partia Socialiste organizon një tjetër fest, ceremoni dhe përnisjen e Akademisë së Deputetëve. Janë tituj që vinë në portalin faktor.al. Start News është portali që veçon titujt. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike debat në Strasburg për zgjedhjet. Komisioni Evropian, reforma në drejtësi dhe spaku, deciziv për negociatat. Ish zyrtari në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Trump do t'i kthehet Kosovës dhe kërkon zbatimin e marrëveshjes ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në Tiranë festohet ditëlindja e mbretit Charles III. Ambasadori Abbott, monarku britanik, kurioz për Shqipërinë. Gjykata themelore e Prishtinës lëshon urdhër arrest ndërkombëtar për Radojčić dhe 10 persona të tjerë për barikadat në veri të Kosovës. Marshim prekës për Gentianën në Itali. Djali i saj ecën në eshtje për nënën e vrarë nga jati. Këshilltarja rajonale, dhimbje që s'ka emër. Dëmshpërblim për të pafajshmit, 3.000 lekë për çdo ditë burg. Gjyqtarët mendojnë se shuma është e padrejtë. Rikthehet në qeli ish prokurori. Apeli i gjykatës kundër krimit të organizuar lë në fuqi dënimin për Salih Hasan. Mbesa e humbur, Halla apelon për ndihmë. Policia greke ka shpallur të rrëmbyer. Njoftoni nëse keni informacion. Nxori nga lumi të miturit që më pas pësuan vdekje klinike. Shqiptari mban premtimin dhe bën tatuazh mbi shpinë portretet e 2 djemve. Politik, analisti Bushati, Partia Demokratike të mos marrë pjesë në zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, i ka të humbura. Rinumërimi votave në Tiranë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më tani ndryshime të vogla për disa parti. Pa kënaqësitë ndaj Berishës, Kthupi, në Partinë Demokratike ka nisur lëvizjet e nëndeshme për të çuar Nenin Basha në gjykat. Darsula, Partia Demokratike kërkon të bëjë pis procesin, largimi vëmendjes për dorëheqjen e Berishës. Spitali i ri i kardiokirurgjisë drejt përfundimit. Rama, mbi 1000 ndërhyrje në vit. Shërbim 24 orë të 7 ditë e javës për 112 mjek. Janë tituj që vinë në portalin Start News. Gazeta Rilinja Demokratike, refleksion mbi përgjunjën e Ramës para Melonit, është titulli një shkrimi në këtë gazetë. Masakroj me skaf turistin gjerman. Gjykata e Vlorës liron autorin.
Gazeta italiane, ferri në kampin e Gjadrit, 45 tentativa plagosjesh dhe protesta të dhunshme. A mundet kjo bombë shkatruese bunkerësh të shëm malin bërthamor të Iranit? Gjermania kundër ndryrës ushtarake amerikane në konfliktin Izrael-Iran. Ambasadori amerikan u bën thirrje qytetarëve amerikan të largohen nga Izraeli. Ali Mehmeti, pamjet e kamerave në çdo komision zonal të administrimit të zgjedhjeve tregojnë persona që marrin flet dhe futin flet të sjella nga jashtë. Kongresmenët kërkojnë që të pranohen dëshmitë e ushtarakëve amerikan për gërdesin. Eurostat, Shqipëria rekord për çmimet e larta në rajon. Lamtomir Emira Ardita është titulli i një artikulli. Bylykbashi, shteti përdor dhunën për të marrë votën, grabit pronat për klientët dhe mbyt drejtësinë. Brukseli nuk pranon të njohë farsën elektorale të 11 maj, do të presim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmbron të pambrojtshmen. Nuri, niveli manipulimi zgjedhor shumë i madh. Gjekmarkaj denoncon 11 maj në Bashkimin Evropian. U faktua për fshirja drejt për drejt e krimit organizuar në procesin elektoral. Zhupa, votuesit u privuan. Qeveria përdori pushtetin për të kapur median në funksion për hapjen e propagandës. Bylykbashi, Odir konfirmon në abuzimin e qeverisë me pushtetin. Nuk ka kapituj pas zgjedhje të ndershme dhe drejtësi. Farsa zgjedhore, tabaku, u shkelën kriteret e Kopenhagenit, u përdor shteti në zgjedhje. Bardhi në Strasburg, në 11 maj nuk ishte zgjedhje. Shqipëria bëri regres, janë tituj që vinë në Rilinën Demokratike në versionin e saj online. Gazeta Tema, ku ka humbur doktori. Sula, ato që janë në Partinë Demokratike s'marrin dot frym pa të. Lami, i lejon vetes pak pushime pas humbjes madhështore. Në faqen në portalin Gazetën Tema në versionin online, vijnë titujt e tjerë. Pse emigrantët po largohen nga Gjermania. Vetëm një amerikan mund të fillojë një luftë bërthamore. Raketa gjigande iraniane bie në Izrael. Plani ushtarak, aeroplanbajse dhe bombardues, sulmi gati brenda pak orësh. Al Jazeera, arsye e vërtet pse Izraeli sulmoi Iranin. Testi i idiotit është një titull i një shkrimi në gazetën Tema. Fatmir Mediu presion gjykatës me 6 kongresmen amerikan. Për kosovarët ignorant që mbështesin Iranin, është një shkrim tjetër. Alarm në veri, Rusia po ndërton bazë gjigande ushtarake pranë Finlandës, 100.000 trupa drejt kufirit nordik. Misteri, avionet që dërgoi fshehura Kina në Iran pas sulmeve të Izraelit. Bashkimi Evropian propozon ndalimin e importit të gazit rus deri në fund të vitit 2027. Bushati, Partia Demokratike të mos marrë pjesë në zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, i ka të humbura. Pa kënaqësinë e Berishës, Kthupi, në Partinë Demokratike ka nisur lëvizjet e nëndeshme për të çuar Nenin Basha në gjykatën kushtetuese. Bien shtrimet e përgjithshme në spitale për janar-prill, përshtohen rastet në kardiologji. Drejtuesi Spaku tërhiqet nga kërkesa për shkarkimin e prokurorit Robert Kote. Ku ka humbur doktori? Janë shkrime që vinë në gazetën Tema, ku editoriali saj shkruar nga Mero Bazda dhe mban titullin Mbi udhëheqjen e ekraneve dhe udhëheqjen e Shqipërisë. Antena brenda familjes, Muli bën bilancin 3 ditë pa doktorin. Kolliçi sulmon Spakun, ka shërbyer si alibi për qeverinë për të vjedhur zgjedhjet. Janë shkrime që vinë në gazetën Tema në versionin e saj online. Gazeta Koha Jon, a mund të aktivizoj programin bërthamor të Iranit një sulm amerikan dhe impjantit nën toksor Fordov? Gjermania nuk është më vendi ëndrave për të emigruar. Telefonata me Putinin, presidenti Trump, më bë një nder, më mirë merru me vendin tënd. Në gjykatën e posaçme kërkohet të vijë Ervis Martinaj si dëshmitar. 3 yje shqiptare me famë botërore u jepet qytetar nderi i Vlorës. Presidenti Trump mesazh të prerë udhëheqësit e Iranit. Pa çfat, durimi i Amerikës ka sosur tashmë. Ferma e fluturave, Rama poston fotot, sipërmarrja unike e të riut në fshatin Mjed. Spiun, dron dhe inteligjencë artificiale, si e kreu Izraeli sulmin që të rënditi Iranin.
Bemblushi, parajsa natyrale e Gramshit. Anullojnë fluturimet në linjën e mesme, një luftë e madhe po fillon. Rama poston videon, leqet e Hotit, kalimi malor spektakolar në veri të Shqipërisë. Belinda Balluku në panelin ministror ballkanik për krijimin e sistemeve energjetike të sigurta. Mbyllet dita e parë e rinomërimit për Tiranën, u verifikuan kutitë e 60 qendrave. Gjek Markaj në forumin e Parlamentit Evropian, Shqipëria ka bërë hapa pas në shtyllat kryesore të demokracisë. Janë shkrime që vinë në gazetën Koha Jo në versionin online. Gazeta Liberale, Balla, reforma zgjedhore duhet të nisë në shtator, me konsensus dhe përfshirje të diasporës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rinumëron votat në Tiranë, ndryshime të vogla për disa parti. Gazmend Bardi kritikon dështimin e task forces për krime zgjedhore, mbeti vetëm në letër. Rinumërimi në Tiranë, Partia Demokratike pretendon mandatin e mundësisë. Këlliçi, Partia Socialiste dhe Shehaj na kanë marrë votat. Rinumërimi i votave në Tiranë, Partia Socialiste humb 38 votat deri tani, janë ndryshimi për partitë e tjera. Ajo është më shumë se gjysma ime. Sali Berisha rrëfen si u njoh me bashkëshorten Lirin, i jepja mësim në fakultet. Akademia Politike Partisë Socialiste, lëndët dhe lektorët për deputetët e rinj. Kërkojnë ndryshim mase, gjykata e posaçme në vendimin për Erion Veliajn janë tituj në gazetën Liberale në version e saj online. Gazeta Bulevard kemi veçuar shkrimin Sezoni, ku mbaro nga Durrësi, dy fishimi i hapësirave publike, përgjegjësi e madhe për institucionet. Ky shkrim vjen i shoqëruar dhe me këtë fotografi nga veprimtaria e ditës së djeshme. Gazeta Durrës, portali Durrës Lajm, veçuar shkrimi, lirohen 2 plazhe në Curila. Policia sekuestron 10 çadra, procedohen 2 pronarët. Kalojmë tani në disa lajme sportive përmes gazetës Panorama Sport, e cila në faqen e parë ka veçuar titujt Daja si Hajmali, Dinamo shtron kualifikimin. Intervistë ekskluzive me trajnerin kryeqytetas para Europës. Goglat, blut peshkojnë kundërshtar të lehtë në shortin e turit të dytë të Ligës së Konferencës. Bardhë e blut, Tirana dhe Shkëmbi ndajnë rrugët, ja kandidatët e Stolit. Partizani rinovon Bindsuka, të kujt janë rekordmenët. Shkodër, vllaznia degdiset në Elbasan, bashkia tërhiqet nga koncerti. Kampionët, Egnatia furnizohet në Ballsh, por barazon në miqësore. Verdh e blut, Elbasani zyrtarizon Jana Çek, Gvozdenoviçi prish pushimet. Në Vlorë duan trajnerin, Idrizi sjell Osmanin, Batha nuk më mban kontrata. Legionarët, Cikaleshi drejt tërheqjes, Çekiçi dhe Roshi në pritje. Kalendari, Premier League nis direkt me një super sfidë. Itali, Vlahovic marrën peng Juven, Milani ofertë për Xhakën. Përballja, Bayerni kundër Bokës, një histori pas 100 vitesh. Botrori klubeve, Interi, Reali ngecin. City bën detyrën. Formula 1, dueli me Piastrin, Norris, momentet e vështira do vinë. Si gjithmonë në brendësitë e gazetës Panorama Sport do të gjeni dhe parashikimet, rubrikën parashikimet, me parashikimet për ditën e sot, ndeshjet e ditës së sotme. Kemi sjellë kështu informacionet më të fundit përmes disa prej gazetave dhe portaleve online, dhe tani si gjithmonë unë juftoj që me zërin e qytetarëve të plotësojmë tablon e informacioneve të këtij mëngjesi. Në numrin tonë të telefonit 045 620 601 kemi mundësinë që të sjellim këtu realitetet qytetare me zërin e qytetarëve. Po përpara se sa të kalojnë në bisedat tona të përditshme, do të ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.